Po këto janë pyetje të nivelit shumë teknik dhe të detajuar për të cilat duhet i drejtoheni Kekut. Është transparent, mundemi na me marrë informata. Keku ka deklaruar se bloku A4 është në riman prej muajit maj. Mund të shkon tregu çfarë punësh janë duke u bërë në këtë blok. Konkretisht edhe kush e ka fituar tenderin për shkak se të e-prokurimi nuk ka një tender që tregon riparimin kapital të bllokut A4. Zakonisht kur bloku ndalet për riparim për një periudhë, po flas më të gjatë, bëhet riparimi i turbinës, i gjeneratorit dhe pjesëve të kaldajës. Pyetja është, kur është kryer për herë të fundit riparimi i kapitalit bllokut A4? Pra kur është kryer tenderi, edhe çfarë punësh janë duke u bërë në këtë blok? Nëse mund të na dhani informata, sa litra naftë janë shpenzuar me datën 19/6/2025 për kthimin në punë të bllokut A3 dhe sa janë shpenzuar sot në kthimin në punë të bllokut A5? Ju falenderoj shumë për pyetje, po këto janë pyetje të nivelit shumë teknik dhe të detajuar për të cilat duhet i drejtoheni Kekut. Sigurisht që jo prej qeverisë për shpenzimin e naftës së Kekut. Sidoqë të jetë, ju falenderoj shumë për interesimin dhe ju inkurajoj ta diskutoni. Është transparent, mundemi na me marrë informata. Nëse as tenderi nuk publikohet deri në fund. Unë nuk kam çfarë të shtoj për këtë, falenderit.